është koha për të vizituar ligjin e arsimit lartë, pasi tani më ka kaluar një periudhë e mjaftueshme për të reflektuar në atë ligj ndryshimet që ka sjellë koha, por edhe konstatimet e praktikës në raport me kornizën e ligjit. Fatmirësisht kemi një praktikë të mirë të mëparshme. Ligji aktual, siç e dini, është shkruar në bashkëpunim me ju, me kontributin tuaj, kështu që ma ha mendja që ky do të jetë rasti përsëri dhe shpresoj dhe besoj që edhe për shkak të eksperiencës, edhe për shkak se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një përmbysje si në rastin kur shkrua ligji, por bëhet fjalë për korrektime, do të jetë mundur që ta bëjmë këtë në një kohë të arsyeshme dhe ma ha mendja që nuk do presim sesionin tjetër të parlamentit për ta përgatitur bazën e ndryshimeve. Pastaj procedura parlamentare mund të jetë në fund të këtij sesioni, mund të jetë në fillim të sesionit tjetër, por ajo që është e rëndësishme është që të organizohemi me një grup pune të përbashkët për të reflektuar mbi të gjitha shqetësimet apo konstatimet dhe për të shkruar ndryshime. E dyta që dua të nënvizoj është edhe thelbi i kësaj ndërhyrje time këtu dhe ju falenderoj për ftesën, që nuk duhet ta humbasim për asnjë moment nga vëmendja se sfida jone përbashkët dhe themelore është nga një anë ndërkombëtarizimi i universitetit dhe nga ana tjetër racionalizimi i burimeve dhe i potencialeve. Ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në qasjen e universitetit, dhe kur them universiteti flas si arsimi i lartë, jo për një universitet specifik. Ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në qasjen ndaj financimit, që do thotë deri dje gjithçka ishte e lidhur me buxhetin e shtetit.